Ka përfunduar numërimi i votave në qarkun Shkodër. Sipas rezultateve përfundimtare, Partia Demokratike ka dalë forcë e parë, duke siguruar 36.904 vota ose 40.01%, ndërsa Partia Socialiste ka marrë 34.721 vota ose 37.64%. PSD ka arritur të sigurojë 15.784 vota ose 17.11%. Në bazë të këtyre rezultateve, Partia Demokratike arrin të sigurojë 5 mandate deputetësh. Partia Socialiste merr 4 mandate dhe PSD siguron 2 mandate në këtë qark. Megjithatë, mbetet ende për të përfunduar numërimi i votës së diasporës. Sa i përket partive më të vogla, Koalicioni Euroatlantik ka marrë 1.652 vota ose 1.79% dhe Nisma Shqipëria Bëhet ka marrë 1.372 vota ose 1.49%, por asnjë prej këtyre subjekteve nuk ka arritur të sigurojë mandate në këtë fazë të numërimit. Zhvillimet e mëtejshme do të varen nga numërimi i votave të ardhura nga emigracioni, ndërkohë këtë të martë pritet të nisë numërimi i votave preferenciale të kandidatëve në listë hapur.